Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, aku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellur edhe një herë në vëmendje tek ju luftën që nisi mes Ledionit dhe Xumit. Tani e kanë kërcënuar Xumin apo jo, sepse përmendi Sara Hoxhën, duke u munduar që ta ignoron Ledionin që Sara ka bën njeri, që Sara ka investuar në famën e tij, që Sara ka investuar në jetën e tij, sepse ndoshta sot do të ishte një njeri pa bukë. Xhumallushi ka deklaruar krejtësisht tjetër gjë, ka dalur në një deklaratë dhe është munduar ta qetëson pak atë deklaratën e madhe që tha kundërdrejt Ledion Liços. Pas një sër thumbash dhe nënkuptimesh mes Xumit dhe Ledionit që kulmuan me batutën për proteinat, duket se situata po shkon drejt një qetësimit. Dhe në mënyrë disi të papritur është vetë Xumi që ka zgjedhur të ultone dhe të flasë me gjuhën e disiplinës. I kontaktuar nga Bordo, Xumi ka sqaruar arsyen e mungesës së tij në primet e fundit në Big Brother VIP Albania. Xumi ka thënë: "Kam pasur shumë punë realisht, i kam thënë dhe Ledionit dhe produksionit që kam pasur jashtëzakonisht shumë punë. Nuk kam mundur të habuk e jo më të jem aty, por me shpirt kam qenë aty. Pra jo munges vullneti, por thjesht munges kohe dhe ndoshta pak lodhje shpirtërore nga gjithë zhurma e rrjeteve sociale." Përplasja s'ka ndodhur, të paktën sipas tij, dhe për t'i dhënë fund çdo aludimi që vazhdon ende, Xumi shtoi: "Unë me Ledionin dhe Sarën jemi miq ekstrem shumë të mirë. Madje nuk i dihet, mund të na shikoni në ndonjë projekt të bukur në të ardhmen. Kam shumë respekt për Ledionin dhe për Sarën." Një kthes 180 gradë që vjen vetëm pak ditë pasi situata mori përmasa publike. Si nisi gjithçka? Më 26 prill, në post Big Brother, teksa gjesti tregonte se kishte humbur peshë nga mungesa e proteinave brenda shtëpisë, Ledioni hodhi një batutë që ndezi rrjetin: "Mos pi ato se ato janë pisliqe. Ai që do pinte proteinë dhe do fikte dritat e Big Brotherit sonte nuk është këtu." Dhe të gjithë e morën me mend e kishte për Xumin. Xumi nuk priti gjatë për të reaguar në Instagramin, ku edhe tha: "Ka treguar gjithmonë respekt për të gjithë. Proteinat janë shkencërisht të certifikuara. Suksesi i tij ka ardhur nga përkushtimi dhe djersa, jo nga pisliqet." E mes gjithë këtij debati, një fjalë tjetër e Xumit krijoi dhe një zhurmë të madhe. "Mbase më qellon edhe mua nusja me lek në të ardhmen." Një fjali që shumë interpretua si thumë të koduar për Sarën, bashkëshorten e Ledionit. Tani, ne nuk e dim që a do tjetë një diçka që Xumi është përfolur apo i ka thënë dikush që pse flet për Sarën apo pse e fut Sarën në këtë mes, nuk e dim këtë pjesën, por momenti që Xumi ka reaguar me qetësi dhe është munduar që ta zbutën të gjithën këtë situatën, ndoshta është ky interesi që thot do futem Top Channel edhe do marr në emision në gjë, apo ndoshta thjesht mund të jetë Ledioni i cili është prekur nga gjëra që ka bërë Xhumallushi.